Në vitin 2025, kur e patëm publikuar një raport të shkurtër mbi gjendjen e pozitave në institucionet e pavarura dhe agjencitë kushtetuese të cilat emërohen nga Kuvendi i Kosovës, atko ka qenë numri 17 i tyre, në pozitat e të cilave tazëm në institucionet të caktuara ka pasur mungesë të përbërjes së plotë dhe në disa institucione të tjera kanë qenë jo funksionale. Nga ai numër 17 tani është rrit numri është në 24, pra për 7 institucione të tjera, në disa prej tyre janë pa përbërjen e plotë, në ndërkohë disa prej tyre janë bërë tani më funksionale. E dim që bordi i ankesave në Komisionin e Pavarur për Media është i funksional, mungojnë 3 anëtarë, bordi i autoritetit regulativ të konkurrencës është i funksional për arsye se nuk janë plotësuar pozitat e caktuara. Në disa prej institucioneve të pavarura ka pasur dorëheqje, sikurse që është në Agencinë Kosovare të Privatizimit duhet të plotësohet një pozitë. E dim se çka ka ndodhur me procesin e përgjedhjes së 2 gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese ku mungojnë 2 anëtarë. Në ndërkohë, Agjencia për parandalimin e korrupsionit është dashur të shpallet konkursin me 24 qershor, sepse me 24 dhjetor i përfundon mandati drejtorit aktual. Zyrës auditores pra i skadon mandati me datën 18 gusht. Në ndërkohë është dashur që të nisë procesi për përgjedhjen e këtij personi në krye të këtij institucioni të rëndësishëm kushtetues tek Agjencia për Informim dhe Privatësi. Mandati i komisionierës ka përfunduar, aktualisht është me ushtrues detyrës. Ne e dim që ligji ka lënë një dispozitë të veçantë atje që deri në zgjedhjen e personit pasardhës apo për vazhdimin e mandatit atij ose asaj aktuale, ata vazhdojnë me ushtru këtë mandat deri në zgjedhjen e personit adekuat. Por Kosovës me këtë rast numrit të pozitave që ushtrohen me ushtrues të detyrës i shtohen edhe njerëz dhe ushtroes të detyrës të rinj. Pra nuk do duhet që administrata publike të funksiononte me ushtroes detyre të rinj. Ndërkohë disa institucione të tjera do të vije koha kur për arsye që nuk ka kuvend funksional për shkak të ngërçit politik do të mund të paralizohen në kuptimin që nuk do të mund të kryejnë detyrat e veta kushtetuese, paçka që ligji u kërkon këtyre organeve të jenë karshi kërkesave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Pa përmendur vetëm njërin prej tyre, autoriteti i konkurrencës është institucioni që do të kujdeset për çështjen e rregullimit të tregut në kuptimin e mos vendosjes së karteleve të ndryshme ose të akordimit për çmime të ndryshme ndërmjet kompanive private, edhe në rast se ka ndonjë fenomen të tillë, nuk do të mund të vendoset për këtë çështje për arsye se nuk ka një autoritet i cili kishte me e hetu rastin e tillë. Tasëm tek organi shqyrtues i prokurimit publik do të plotësu pozita e kryetarit, i ka dhënë ndërheqje me dumat kusht 2024. Tek autoriteti regulativ i rrullave mungojnë 4 anëtarë. Tek Radio Televizioni i Kosovës do të plotësohet pozitat nga komitetet jo shumicë. Tek Komisioni për Ndihmë Shtetërore mungojnë 4 anëtarë dhe zgjedhja e kryesuesit duhet të bëhet. Tek Këshilli i Pavarur Mbikëqyrë Civil pas ligjit të ri që ka hyrë në fuqi, mungojnë edhe 11 anëtarë. Domethënë është kuvendi do t'i duhet kogja punë e madhe që ta plotësoj këtë organ kaq të rëndësishëm që është i rëndësishëm për 94.000 zyrtarët publik, si një organ gjyqësor, quasi gjyqësor, nuk është mund të ndodhë që të bëhet jo funksional për mungesë të këtyre 11 anëtarëve në muajt në vazhdim. Me Kushtetutën e Kosovës, me ligjet e caktuara, Kuvendi i Kosovës edhe institucionet përgjegjëse, qeveria, kuvendi, kanë para pa institucionet të cilat duhet të kujdesen si për mbarvajtjen në administratë, si për mbarvajtjen e punëve të cilat këto institucione e kryejnë në shërbim dhe në interes të secilit qytetar në Republikën e Kosovës. E përmendëm hekurudhat,
ujin, mjedisin, arsimin, sistemin e drejtësisë, janë çështje që në fundin e mëram do të hyjnë në punë qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe kjo mungesë e anëtarëve në këto organe kolegjiale dhe individuale për pasojë do të ketë vetëm jetën e qytetarit Kosovës, pra do ta rëndoj barrën e qytetarit Kosovës. Dhe për një shtet demokratik, mungesa e këtyre dhe paralizimi i këtyre institucioneve do ta dëmtoj edhe më tej. Nuk ka as kuptim, edhe është shumë e rëndësishme që këto institucione sa më parë të konstituohen edhe të plotësohen me pozitat me anëtarët që mungojnë, sepse pasojat në disa momente dhe në disa raste do të jenë të pariparueshme. Ngritja e madhe e çmimeve, ngritja e dakorduar e çmimeve në disa raste siç raportohet në publik, nëse nuk mund të bëhet dhe hetohet nga autoriteti i konkurrencës për një periudhë të caktuar, nuk ka kuptim të hetohet për një periudhë që do të vijë mas një viti, mas 2 viteve, sepse efekti dhe dëmi që është bërë tek qytetarët nuk mund ta rikthej atë dëm të pariparueshëm autoriteti i konkurrencës, sepse nëse qytetarët do t'i kushtoj me kostot të jetesës në shportën të cilën ai duhet ta siguroj për çdo ditë për familjen, nëse në rastin se ai ka paguar 20 euro, 30 euro më shumë për ditë ose për javë, autoriteti i konkurrencës nuk e ka atë detyrë që t'i kthej ato para. Dhe rrjedhimisht do të jetë dëm i pariparueshëm për secilin qytetar.